Një ndër vendimet më të rëndësishme që merr një qytetar, për të vendosur për ata që do të qeverisin pushtetin vendor, pas një periudhe shumë të ndërlikuar përgatitje, sot mund të them me kënaqësi që zgjedhjet po zhvillohen në gjithë vendin të lira, të qeta dhe një atmosferë shumë të mirë. Është e rëndësishme të theksoj dhe të bëj ftesë gjithë qytetarëve që ta shfrytëzojnë mundësinë për të shtruar përgjegjësinë e tyre qytetare, aq më tepër që jemi në vigjilje të një vendimi shumë të madh për Shqipërinë, për hapjen e negociatave të anëtarësimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian dhe këto zgjedhje janë po ashtu një kontribut i rëndësishëm në drejtim të dëshmimit të faktit se Shqipëria është një vend i cili meriton hapjen e negociatave, i cili mund të zhvillojë zgjedhje të lira dhe të dershme dhe të drejta. Gjithashtu ftoj të gjithë qytetarët që përveç pjesëmarrjes të mundohen për të kontribuar në mbajtjen e këtij mjedisi të qetë të sigurt, në mënyrë që secili të mund ta ushtrojë të drejtën dhe përgjegjësinë e tij në këtë ditë të rëndësishme. Në të njëjtën kohë theksoj që forcat e policisë kanë marrë të gjitha masat për të krijuar mjedis të sigurt për zgjedhjet dhe do të jenë të gatshme për të vazhduar këtë proces, për ta përmbushur me konsekuencë të lartë këtë përgjegjësi që kanë ndaj qytetarëve shqiptar. Zotë Ministër, si mund të vendosin qytetarët? Si është ecuria deri në këtë moment? Ka pasur gjëra problematike? Ecuria e zgjedhjeve deri në këtë moment është shumë e mirë, në të gjithë Shqipërinë po zhvillohen zgjedhjet ashtu siç pritet. Ju si mund të vendosin nuk merr opozita pjesë në zgjedhje? Sigurisht që na shqetëson fakti që opozita nuk merr pjesë në zgjedhje, por ama opozita i ka patur të gjitha mundësitë për të marrë pjesë në zgjedhje. E rëndësishme është liria për të zgjedhur dhe kjo është e garantuar tashmë dhe siç po shihni në shumë se 30 bashki qytetarët nuk kanë drejtë të zgjedhin, pasi kanë vetëm një kandidat. Qytetarët kanë të drejtë të zgjedhin ata që janë paraqitur në zgjedhje. Qytetarët vinë për të gjykuar ata që paraqiten në zgjedhje. Ata që janë shmangur gjykimin e qytetarëve është përgjegjësia e tyre, jo e qytetarëve as e jona. Faleminderit.